وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, salavat dhe selamet I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pasi që jemi duke folur rreth disa shtyllave kryesore dhe janë themelore në një shitblerje apo në një lidhje marrëveshjeje, në një kontratë që ka të bëjë në shitblerjen, e që padyshim se ato janë pjesët përbërëse të cilët e përbëjnë një kontratë të tillë dhe një marrëveshje të tillë, për të cilën besimtari duhet që ai të jetë interesuar që këto shtylla për të I plotësuar në momentin kur ai ka nevojë që të lidh ndonjë marrëveshje të tij apo të bën ndonjë shitblerje të tij. Në folëm apo jemi në shpjegimin e shtyllës së tretë me të cilën thamë se është me të vërtetë një nga shtyllat kryesore, derisa Medhebi Hanefi e llogaritën shtyllë të vetme në shitblerje, në një kontratë, e ajo është as-sigha, e cila është formula dhe mënyra e të shprehurit, që përmban në to pra el-ijabu wal-qabul, e cila është oferta dhe pranimi. Në folëm rreth përkufizimit dhe definicionit se si e definuan juristët e diturisë së madhe islame, që është pra në jurisprudencën islame, në fiqhun e njohur të islamit dhe të shariatit islam, që janë disa përkufizime me të cilët shkuan shumica e dietarëve dhe të mëdhëbit Hanefi, duke na I shpjeguar dhe na I qartësuar neve kuptimin e tyre, që treguam dhe shpjeguam se veçanërisht kjo shtyllë, e cila është një ndër themelet e domosdoshëm në një shitblerje, në një kontratë, në një lidhje marrëveshjeje, që në to futet shprehja, e cila është ato format dhe mënyrat e të shprehurit, pra që përmban ofertën dhe pranimin, el-ijabu wal-qabul, që Medhebi Hanefi e llogariti ato dhe vetëm në shtyllë. Dhe tham se ajo përbëhet ke ajo në mënyrën verbale, ke ajo dhe veprore. Dhe I cekëm dhe folëm rreth asaj, mirë po, ajo që duhet të di më vëllezër padyshim se sikur që çdo njëra nga këto themelet kryesore, nga këto shtyllat të cilët I cekëm, edhe kjo shtyllë përmban ato kushtet të cilët janë të domosdoshme, që I vendosën juristët e jurisprudencës islame, që të jetë një shitblerje dhe një kontratë e vlefshme, edhe të jetë e pranueshme, e veçanërisht që ajo prodhon mirësinë, mbrojtjen e një besimtarit kur ai bën shitblerje apo lidh në një marrëveshje të tillë apo një kontratë të cilën e bën në një shitblerje. Vendosën disa kushte të domosdoshme të cilat janë të kësaj formule o vëllezër, e cila është pra as-sigha, formula që përmban pra
ofertën dhe pranimin, padyshim se kjo el ijabu el qabul, që është në prezencë prej kushtit të parë të cilën e vendosën, thanë që të jetë ajo muafaqatul qabul bil ijab, të jetë pranimi në përputhshmëri me ofertën, an yakuna el qabulu muafiqan lil ijab fi kulli jawanibihi, të jetë pranimi në përputhshmëri me ofertën në të gjitha anët, në të gjitha aspektet. Për shembull, nëse shitësi thot ta shes një send me këtë çmim edhe e përcakton çmimin, edhe blerësi thot e pranoj atë mall të cilën ti i e duke më ofruar me çmimin e caktuar dhe se kjo është në rregull. E kjo është përputhshmëria, ofertën që e jep dhe ky e pranon me çat ofertë. Mirë po, nëse nuk përputhet pranimi me ofertën, atëherë nuk lidhet ajo shitblerje. Dhe në to ndodh që mos të jetë e vlefshme ajo kontratë, ajo marrëveshje dhe ajo shitblerje. Për shembull, nëse shitësi ndonjëri prej nesh të thotë si shitës unë ta shes shtëpinë me kaq mijë euro, e tjetri të thotë jo, unë shtëpinë nuk e pranoj, po e pranoj me 500.000 për shembull, nëse ky e qet 1 milion, ai të thotë unë 500.000 e pranoj. A ka ndodhur përputhshmëria e pranimit me ofertën? Nuk ka ndodhur. Pse? Se në to nuk ka përputhshmëri pranimin që ky e bën me ofertën që ai shitësi e jep. Dhe gjithashtu nëse dikush për shembull të thotë unë ta shes automjetin tim për 1.000 euro, e ky tjetri të thot blerësi e pranoj, po e pranoj me 500 euro. Atëherë çka ndodh? A është përputhshmëria e kushtit të cilën është e domosdoshme që e plotson këtë kontratë, nuk ka arritur pra ijab dhe qabul. Pra mbajnë mend prej kushtit është që të jetë pranimin përputhshmëri me ofertën të cilët i jepet. Po nuk ken pranim, po nuk e përputhur ky pranimi me atë që e ofertën, atëherë ajo është e pavlefshme. Ajo shitblerje nuk është e vlefshme, për shkak se në to ka një mos pajtim, edhe nuk është domethënë pajtueshmëria në të dy anët në këtë pikë, të cilën është kusht pra për të qenë pranimi dhe përputhshmëria me ofertën. Gjithashtu o vëllezër, prej kushtit të cilën e vendosën juristët e jurisprudencës islame të formulës së shitblerjes pra as-sigha, që jemi duke folur për to, është kushti tjetër, thanë an yakuna munajjaza, ghayru muajjala. Të jetë pranimi me ofertën të jenë të menjëhershëm. Nëse dikush e lidh një kontratë, e bën në një marrëveshje të shitblerjes së tij, padyshim se prej kushtit që e plotëson atë çështje edhe të llogaritet e vlefshme, duhet që të jetë e menjëhershme. Edhe të jetë të ndodh ajo seancë në moment. Dhe mos të ndodh ajo të lidhet me diçka, domethënë e vonshme, edhe që do të vjen. Për arsye se ajo çka vjen, edhe të thotë se do të ndodh, ose do ta shes, ose do ta bëj, kjo nuk e vlefshmëron dhe nuk e bën një shitblerje e cila është e vlefshme edhe të jetë e konsiderueshme. Pra nuk lidhet një shitblerje dhe një marrëveshje apo një kontratë në një shitblerje nëse nuk është pranimi me ofertën të jenë të menjëhershëm. Derisa që është kuptimi i asaj formulës të jetë prezent pra me shprehje të së kaluarës apo së tashmes. Për shembull, të thotë shitësi, unë ta shita filan sendin, apo ta shes filan sendin me kaq. Edhe ky blerësi të thotë e pranova sendin për të cilën ti, apo mallin apo të cilën ti je duke ma ofruar. Mos të jetë me shprehje të së ardhmes. Për shembull, të thotë shitësi, unë do ta shes filan sendin pas një kohë, ose këtë send, inshallah unë ty do ta shes.
ty do ta shes, kjo nuk është as kontratë, as lidhje marrëveshje, as shitbleri. Nuk lidhet, nuk vlefshmërohet. Pse nuk vlefshmërohet? Për arsye se ajo llogaritet premtim, e premtimi nuk futet në kushtëzimin, e cila është kusht e një përbërjes së një shitblerës, pra veçanërisht kjo formula, e cila e përbën pra kontratën. Për shembull, të thot dikush që unë do ta shes filan librin, ama do ta shes librin në fund muajit. Se e bi uke, o fësaufe e bi uke. Unë kitë, inshallah, ty do ta shes, po në fund muajit. Edhe kytë thot unë e pranova, a është lidhur kjo marrëveshje? Kushti që e përbën nuk është aty, që tjetë e më njëhershme, e të ndodhë më njëherë. Sa ma e shetë këtë sen, unë e blej tash e pranoj atë send dhe u kry. Jo do ta shes ty, kjo është premtim. Unë inshallah nëse e shes, do ta shes ty. A u ka bërë marrëveshje, nuk u ka lidh kjo kontratë dhe kjo marrëveshje. Ose të thot për shembull filan makinën, ose ta shesun këtë kompjuterin, do ta shes ty, po nëse filoni vjen prej filan vendit, atëherë ta shes ty. Kjo është premtim, kjo nuk është shitblerje, e as është, domethënë, formula e shitblerjes. Nuk i lidhet pra o vëllezër këtu një shitblerje e tillë, dhe nuk është valide një kontratë dhe një marrëveshje e tillë në shitblerje. Pra kushtin e dytë që duhet plotësuar e njekune munexheze. Duhet që të jetë e menjëhershme. Pra të ndodh me njëherë ajo lidhje, ajo marrëveshje dhe ajo kontratë. Gjithashtu pastaj prej kushtit të vëllezër, të cilën e vendosën dietarët, është prej kushtit që ajo të jetë, i thonë kushti i tretë, ittihadul mejlis. Të jetë të bashkuar në një seancë. Të jenë të bashkuar me një tubim, me një mejlis. Dhe se pa dyshim, ajo duhet me ndodhë, pra, fjala në një tubim, në një mejlis, ajo në një seancë, të jenë të njëjtë seancat aty ku është, nëse bëhet një marrëveshje, të lidhet. Pa dyshim se në këto kuptohet që ajo seanca mund të ndodhë, pra ai tubimi, ai mejlisi ku bëhet kjo shitblerje, të jenë të bashkuar, nuk e ka domethënë kuptimin vetëm se të jetë në mejlis, mirë po mund të jetë në kom, pra mund të ketë kuptimin të dy anshëm, e cila ndahet pra mejlis el hakike dhe mejlis hukmi, të jetë për shembull seanca e cila është reale e vërteta, dhe gjithashtu ta merr atë kuptimin e vendosshmërisë, ta merr kuptimin në anën juridike, që e përman bashkim apo e përman mejlis. Pra duhet që të jetë në një tubim, mos të bëhet një shitblerje, të jepet premtimi dhe gjithashtu pastaj të ndalet biseda, të dalin dikundi veç, e pastaj thot po unë ty ta kam shitun e kam bërë këtë shitblerje me ty, apo kemi bërë këtë kontroll. Jo, duhet kushti i tretë për ta bërë pra formulën e siga, këtë që tham i gjabin dhe kabul, këtë formulën dhe pranimin, pa tjetër që të jenë në një mejlis, që jenë në tubim. Shitë si të thot, unë e shes filan sendin, automjetin, makinën, librën, shembull, cila do që t'jetë nga ato madhrat të cilët e shet, unë ta shes ty këto, dhe në moment ky thot e blejta. Ajo shembull të thot se unë ta shes ty makinën për 1.000, 2.000, 3.000 euro për shembull, dhe vendos çmimin, e pastaj të fillojnë bisedat, dhe të ndërhyjnë në një bisedë tjetër, e pastaj mund të ndahen, kjo shitblerje nuk është llogaritur. Dhe nuk llogaritet, nuk është e vlefshme, s'u ka lidh kontrata shitblerjes. Vetëm se thash unë po unë atë, thash ty se unë ta shita këto, tash çka kërkon. Ose mos të jetë me çmimin, domethënë të caktuar në moment që ndodh të jetë bashkimi dhe në treg, për shembull në treget publike, të shkon dikush në moment ai të qëndron në kom, shkon të blen kurban, kur e blen kurbanin, në moment bëhet pazari. Bëhet tregtia, marrëveshja, në moment sa e shet këtë kurbanin, e shes çikaq dhe nëse fillojnë, pastaj ky pa thonë se unë e pranoj ato që të bëhet kjo kontrata e shitblerjes, fillojnë bisedën, ndryshohet vendi del kjo kontratë nuk vlen. Kjo shitblerje nuk ka vletur, nuk është arritur, domethënë, shitblerja e saktë dhe përposhmëri me shariatin dhe jurisprudencën islame. Gjithherë, besimtari o vëllezër duhet të ketë parasysh shumë këto pika kryesore. Se mos shumë ti që ndodhin mos marrëveshjet në shitblerje dhe në problem, është që nuk ndodh në moment. Shkon në treg,
do ta shes unë patligjonin ose do ta shes për shembull pjepnin ose atjetrin, dhe pastaj thot sa e shet ka çmimi dhe shkon ose fillojnë bisedë të tjetër, pastaj ky kur ta shet dikujt tjetrit, ky thot po pse ti am thae mu? Jo, nuk u lidh kontrata, ti nuk tha që unë e pranoj kit. Ti nuk më the që unë do ta blej prej ty. E këtu është domethën problemi. Po nuk e përmbush këtë kushtin, atëherë pra kjo oferta del me njëherë i jo valide dhe e pavlefshme. Për shkak se e ke humbur, domethën çështjen e prezantimit, në një tubim, në atë seancë që u bisedua, unë e shes mallin, kaq është çmimi. E pranon, e merr mallin. Se pranon, më fal se u ka kry. Por nëse ndodh që unë si shitës ta shes mallin dhe ta jap çmimin, e të thamë se unë e shes këtë mall me këtë çmim, edhe fillojnë biseda të ndryshme. Kur të fillon biseda e ndryshme, vëllezër, nëse kthehemi përsëri, ku e lambe këtë bisedën a mashet, me kaq dhe unë ta blej, atëherë kjo llogaritet gjithashtu, përsëri llogaritet, do të thonë valide dhe e saktë dhe vërtet. Por nëse ndryshohet vendi, shkon ai e pastaj vjen dhe nuk e ka dhënë pranimin, nuk janë kon të bashkuar në seancë, pra ittihadul mejlis. Duhet të jetë bashkimi në të njëjtën vend, në të njëjtën seancë në mejlis aty, që të bëhet pranimi oferta. Po nuk u bër, ky kusht do të thonë është prishur. Dhe nuk do të thotë që të jetë real, patjetër do të thonë personi mund të jetë dhe në rrjetet do të thonë sociale, nëse në telefon e thret edhe e bën bashkëbisedimin e tij, e lidh një kontratë, sa e shet makinën, ose sa e shet shtëpinë, sa e shet tokën, kaq dhe kaq. Unë inshallah e blej dhe e pranoj me këtë çmim, bien dakord, kjo shitblerje gjithashtu, do të thonë është e vlefshme, edhe pse nuk janë, do të thonë prezant aty në mexhlisin, do të thonë të takuar së bashku. Pra dhe kjo futet në atë lejesën që është me kushtin e pranuar, që ndodh, do të thonë të jetë si mbas asaj mexhlis hukmi i thonë. Mexhlisi i cili llogaritet, pra bashkimi i tyre llogaritet, do të thonë në anën jurisprudencës islame e lejuar një gjë e tillë. Por këto janë ato tre kushte të vëllezër, të cilat i cekum që thamë se te medhhebi Hanefi është llogaritur ai shtylla kryesore e shitblerjes, është që kjo formula, el ijabu el qabul, që të jetë pra oferta dhe pranimi. Kushtin e parë thamë të jetë në dakord pranimi me ofertën, kushti i dytë të jetë me njëhershëm dhe të jenë të bashkuar në një seancë aty ku ata do të thonë e lidhin, dhe me këto e përfundojmë o vëllezër mësimin e shtyllave kryesore të një shitblerjes që duhet çdo besimtar t'i dim se janë me të vërtetë shumë të rëndësishme, ku na folën për të parën që janë pra dy kontraktuesit me kushtet e tyre, gjithashtu dhe ajo e cilë është el maqudu alej, pra çmimi në të cilën është çmimi dhe malli, ajo e cila ishte objekti për të cilën lidhet kontrata me kushtet e saja, si dhe kjo e cila është pra që e mbaruam me kushtet e saja e siga, e cila është formula të shprehurit në shitblerje. Nëse këto treja nuk janë prezent në një shitblerje, atëherë do me thonë dije se janë prishur ato lidhja të marrëveshje, ato shitblerje. Besimtari duhet t'i din që to tre pikat kryesore. Në çdo ibadet dhe në çdo çështje e cila është marrëdhënie mes njerëzve, padyshim se një shitblerje nëse bëhet, me njëherë kur të shkosh të gjykohesh me anën shariatike të Islamit, a kam halal apo haram, pytesh me këto tri, a i procedon ato tre themelet kryesore. Dy kontraktusit, çështja për të cilën është lidhur ajo kontrata e shitblerje, dhe oferta me të cilën është bërë formula e shprehjes aty, a janë këto kushtet të plotësuara, po kënë themelet, ajo është në bazë të pranimit të shariatit me të cilën është bërë ajo shitblerje apo ajo kontratë. Dhe shitblerjet janë të shumta dhe llojet e marrëdhënieve të njerëzve janë aq të shumta vëllezër, saqë me të vërtetë besimtari është i lirë në to që të vepron mirë, po duhet që të dinë disa nga ata të cilët janë që nëse bjen në ndonjë prishje të këtyre kontratave, të këtyre kushteve dhe themeleve të cilat janë kryesore që e përbën një shitblerje, atëherë futesh në shitblerje të ndaluara, që ndoshta inshallah me lejen e Allahu xhela xhelaluhu në vijim do të flasim për disa shitblerje të ndaluara, të cilat i ka ndaluar shariati islam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.